Doktor, ka qifte që ende i vizitojnë mjekët popullor, sa e shini të arsysh me vizitën të këta? Kështë të rëndë është egziston ajo pak shumë ma shumë. Egziston ajo. Sikur të egziston të mjekimi popullor, këtë bota këshim punun që drejtim mjekësis popullore. Unë e kuptoj nëse dikush psikikisht nuk është stabil, edhe e kryon një farë vetë besimit e dikush edhe psikikisht e stabilizon. Ama smundjet mirë popullore me mjeku është e pa mundë. Me gjithë këtë mjekësi që kam rri mjekësia botnore, nuk me marë mjekësin kosovare. Mjekësia botnore kam rri, shumë probleme, shumë smundje, probleme është mjeku e sa. Dhe më thonë, nuk i preferoni vizitat tek... Personalisht më mirë tek ginekologu se sa... Ja, personalisht jo, absolutikisht. Qka ka me mjeku për shemëll një mjek popullor, një qift, nëse i ka bloku me kanalet e mitrës, asë nuk e dej. Perendia si perendi, nëse i ka bloku me kanalet, së një ndimon, për një shtatzanie eventuale. Dhe me thonë, nëse janë, në botë egziston, jo veç mjekësi, pa e gjithë problemin, së një zgjidh problemin. E për shemëll problemin, si mundet një mjek ta thëmë kështu mjek të thojza popullor, ta zgjidh një problem ku nuk e di ku është problemi. Na me gjithë këtë edukim, shkollim, trajnime e sen, kemi raste që ku së ne gjejmë problemin.